Policia ka vijuar operacionet e një pasnjashme për goditjen e veprimtarisë kriminale të prostitucionit. Është finalizuar operacioni policor i koduar Storm 8. Si rezultat i këtij operacioni, në Durrës u arrestuar në flagrancë për veprat penale prostitucion dhe përshtatja ambienteve për prostitucion, shtetaset MY, 41 vjeçe dhe LH, 48 vjeçe, të dyja shtetase kineze. Gjithashtu u procedua në gjendje të lirë për veprën penale prostitucion, 3 shtetas nga Librazhdi, Durrësi dhe Burreli, që u gjetën në apartamentin e marrë me qira nga 2 shtetaset kineze. Në vijim të operacionit u shpall në kërkim shtetasja kineze JL, 53 vjeçe, për veprën penale për shtatja ambienteve për prostitucion. Në cilësinë e provës materiale, u sekuestruan 2 pasaporta të shtetaseve të huaja, një shumë parash në euro dhe lek, 5 aparate celular, 9 karta banke dhe një blok shënimesh. Këto shtetase kishin marrë me qira një apartament në zonën e Shkëmbit të Kavajas për qëndrim, ndërsa në rrugën Venecia, në Iliria Plazh, kishin marrë me qira një tjetër apartament, të cilin e kishin përshtatur me qëllim ushtrimin e aktivitetit të prostitucionit. Nga veprimet hetimore të kryera, rezultoi se shtetaset e huaja janë arrestuar edhe më parë për të njëjtat vepra penale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme hetimore.